Deswegen herzlich willkommen, Habib Urgiderne! Habib Urgiderne në skenë, në Svan Noizi. Ky pra është ekipi i shqiptarëve të cilët veprojnë në Vjenë. Habib Urgiderne ka një goditje të fuqishme shqiptari nga Raveci. Le të shpresojmë se e tjata e ti e fuqishme ta qenë kulturën e Rekovskit. Vielleicht noch einen kräftigen Applaus für Habib! Ka një avantazh në gjatësinë e tij Urgiderne. Also diese Bilanz ist wirklich makellos. 11 Kämpfe, 10 Siege, 7 KOs. Ich bin gespannt, was wir uns heute gegen den erfahrenen Mann aus Polen erwarten dürfen. Der Ringrichter ist bereit und bittet in wenigen Minuten den Kämpfer. Der Kampfmann Roland hat ihm noch kurz vorbereitet für diesen sehr, sehr interessanten Schwergewichtskampf. Edhe Clark nga Vardli para disa javësh ndodh në këtë kategori gjithçka, një goditje dhe ndryshojnë gjërat. Meine Damen und Herren, 6 Runden zu 3 Minuten. 6 raunde nga 3 minuta. Kategoria e rëndë, Urgiderne kundër Rekovskit. Një direkt i majt atje nga Urgiderne, po tentojnë distancën, ta shohin njëri tjetrin aktualisht. Edhe një tjetër e majt. Holding, stop. No holding, please, no holding. Hook. Jep disa goditje Urgiderne. Edhe një tjetër e djathtë, e Urgidernës. Si duket e ka dëmtuar ajo djathtë Rekovskin. Duket i çekuilibruar polaku. Edhe një goditje të cilën do të ndjej gjithsesi Rekovski në pleksus e goditje. Edhe një direkt i djathtë i mirë i Urgidernës. Ndeshja e parë kategorisë e rëndë në këtë mbrëmje përfundoi në raundin e dytë. Sa do të zgjas kjo, le të mbetet të shihet.
Kjo është një kroshet djathtë e mirë nga Vučitrna. 10 sekondat e fundit të këtij raundi, edhe një djathtë tjetër. Duket se ja ka terruar Rekovskit. Brahimi si e pat këtë raund. Vučitrna ka goditjen kontra djathtën, sidomos se ka shumë precize dhe shumë goditje të rrezikshme. Po ky një kundërshtar i papërshtatshëm, që ta Habibi nuk është të rreziku për më fut shumë në ta, po don me bëhet boksin e shpejt edhe me këtë peshë ku ka Habibi shumë i shpejt. Po e ka goditjen, kontra goditjen e ka shumë precize dhe shumë momentin e dur, kohën e dur belshëm. Një timing i mira i cili ja mundsoi që në disa raste t'ia shkund dritat e Rekovskit. Direktin e djathtën shumë mirë. Habibi që Vučitrna edhe po pëlqen shumë, po të kalzoj drejt se të e bota man boks olimpik shtu si të. Se si do të vazhdoj boksi ti, a do të vazhdoj edhe gjatë Rekovski mbetet të shihet në raundin e dytë, para shikon një nokaut? Po. Historien. Sikur e ka dëgjuar Vučitrna Besim Brahimin. Bokseri polak sikur me pos në i problem me bel, diçka se nuk po guxon me bo shumë lëvizje me trup. Sikur e parashikoj, jo sikur, po sikur e dëgjoj në fakt Besim Brahimi me atë goditje. Paksa nuk e hodhe në tapet atje Vučitrna Rekovskin. Tenton një kroshet të majt Rekovski. Edhe dy direkta të djathta. Edhe dy direkta të djathtë. Shumë goditjen e pastërt edhe të sakt me jap direktin e djathtë Vučitrna. Tenton edhe një uppercut atje Vučitrna. Ndërkohë Rekovski pak si duket është zgjuar nga gjumi pas asaj goditje që mori por jo, është dhe kemi një knockout, një knockdown në fakt. A do të arrit të zgjot Rekovski, natën e mirë Rekovski. Mjafton me ka që thot gjyqtari. Tenton të këndelet Rekovski, ndërsa këtu ka përfunduar ju desht vetëm një round dhe 1 minut, pra dikun 4 minuta që ta përmbledh Rekovskin. U tok edhe kvaliteti i boksit të Vučitrna ishte shumë ma larg saj një goditje kur të kemi lëshu kroshen e por ishte një hap larg nuk kishte distancën e dur. Nuk e kishte distancën e dur për me lëshu atë goditje. Po edhe nuk e kishte shpejtësinë e dur për me mbrim timing. Unë mendoj kishte diçka si tham nashta edhe në problem se nuk ose ka po stervitje shumë mëdha me pesha edhe ishte shumë i koqitën. Nuk ishte trup për me bo boks me këto. Por ajo që është e rëndësishme është se Vučitrna tani më ka 11 fitore dhe 8 nokaute. Kjo është goditja sikur të dëgjoj Besim në atë moment që the se do të ketë nokaut, vetëm ja dha një direkt të djathtë. Ajo, unë e posh që niveli Habibit i këtij Vučitrnës është shumë më larg se kundërshtarët. Kjo kroshet djathtë e shikojmë edhe një nga këndi tjetër. I a gjeti nofullën dhe baron me ka që tha gjyqtari nuk arrin të zgjot për 10 sekonda, kështu që gjithçka merr fund. Habib Vučitrna rendit fitoren e radhës. Meine Damen und Herren, Gewinner durch
TKO. Habib Nurmagomedov! Raundi i dytë ishte një kroshet djath, ajo që i ndali dritat Rekovskit në vend të Austrisë. Kjo është paraqitja e Habib Vučitrnës. Habib Vučitrna vjen nga qyteti i Rahovecit, ndërsa karrierën e tij e vazhdon në fakt në vend të Austrisë. Në vazhdim